Temat konspirative dominojnë diskursin publik. Shqipëri. Një panoram kritike mbi mosbesimin, hijet e pushtetit dhe boshëqet e transparencës. Në një shoqëri ku besimi tek institucionet mbetet i brisht, teoritë konspirative nuk shfaqen thjesht si produkte të fantazisë kolektive. Ato lindin dhe ushqehen nga mungesa e transparencës, drejtësia selektive, informacioni i kontrolluar dhe një histori e pasbardhur plotësisht. Më poshtë janë temat kryesore që qarkullojnë sot në opinionin publik dhe që formësojnë perceptimin qytetar ndaj shtetit dhe demokracisë. Shteti i kapur dhe pushteti real. Një nga bindjet më të përhapura është se vendimarrja reale nuk buron nga institucionet kushtetuese, por nga një rreth i ngushtë interesash ekonomike dhe financiare. Politika perceptohet si fasadë formale, ndërsa pushteti real shihet i zhvendosur drejt oligarkëve dhe klientelave që ndikojnë drejt për drejt në ligje, tender dhe politika publike. Zgjedhje të manipuluara. Akuzat për blerje vote, patronazhizëm, presion administrativ dhe përdorim të burimeve shtetërore gjatë fushatave kanë minuar besimin në procesin zgjedhor. Për shumë qytetar, zgjedhjet nuk shihen më si garë e lirë, por si mekanizëm riprodhimi pushteti. Marrëveshje të fshehta politike. Përplasjet e forta publike mes partive interpretohen shpesh si teatër politik, ndërsa marrëveshjet reale mendohet se bëhen në prapasken. Kjo ide forcon perceptimin se konfliktet ideologjike janë dytësore përballë pazareve për interesa dhe mbijetesë politike. Koncesionet dhe pyp të si skema abuzimi. Partneritetet publik-private dhe koncesionet shihen nga një pjesë e opinionit si instrumente transferimi fondesh publike drejt një rrethi të kufizuar përfituesish. Mungesa e transparencës, kostot e larta dhe rezultatet e dyshimta ushqejnë dyshime për abuzim sistemik. Pasurit të pajustifikuara të zyrtarëve. Hendeku i madh mes pagave zyrtare dhe pasurive të deklaruara apo të dukshme të zyrtarëve publik vazhdon të ngrejë pikpyetje serioze. Për publikun, kjo është një nga provat më të forta të korrupsionit të rrënjosur. Ndikimi i huaj në politik. Ekziston perceptimi se vendime strategjike për ekonominë, sigurinë apo diplomacinë nuk merren plotësisht në Tiranë, por në ndikim të fortë diplomatik ose gjeopolitik. Kjo ushqen frikën e humbjes së sovranitetit real. Dosje kriminale të pasbardhura. Brasje, aksidente të dyshimta dhe skandale që nuk zbardhen kur forcojnë bindjen se drejtësia vepron me dy standarde. Heshtja institucionale krijon idenë e mbrojtjes së personave me pushtet. Media e kapur dhe propaganda. Një pjesë e medjave akuzohet se fshes skandale, relativizon abuzime dhe orienton narrativën publike sipas interesave politike apo ekonomike. Si pasojë, informacioni perceptohet si i filtruar dhe jo i plot. Manipulimi përmes kaosit informativ. Shpërndarja e lajmeve kontradiktore dhe mbingarkesa mediatike shihen si strategji për lodhjen e publikut, duke zhvendosur vëmendjen nga problemet thelbësore drejt debateve sipërfaqësore. Frika nga survejimi dhe kontrolli digjital. Digitalizimi i shërbimeve publike shoqërohet me dyshime se të dhënat personale mund të kesh përdoren, duke krijuar ndjesinë e një kontrolli të shtuar mbi qytetarët. Arkivat e mbyllura të komunizmit. Bindja se e shkuara nuk është zbardhur plotësisht dhe se ish struktura apo individ të lidhur me të vazhdojnë të kenë ndikim edhe sot, mbetet e fortë në diskursin publik. Historia e pastruar. Dyshime për rishkrim historie, rehabilitim figurash dhe heshtje mbi përgjegjësi reale të së shkuarës, duke e lënë shoqërinë pa një përballje të ndershme me historinë e vet. Përfundim. Këto teori nuk qarkullojnë rastësisht. Ato janë pasojë e mungesës së transparencës, drejtësisë së vonuar ose selektive, medias së politizuar, historisë së pasbardhur. Kur institucionet nuk flasin qartë, konspiracioni mbush boshëkun.